Unë o ditë që kum shëru, se edhe unë kam qeni bullizum në shkollë të mesme, në fillore, për shkak peshës, se. A ditë që kum shëru këtë problem, që po du publikisht me ju tregu. Totalisht e kum ndru shoqërinë. Prej xahiljeti, jam shoqëru me vëllezër musliman. Se e disha se këto nuk të keshim se s'ki pare, pse je shnosh. Po s'është me rëndësi ata ki pare, s'ki pare. A ditë dojnë veç pse je musliman. Pse fal namazin. Veç pse fal namazin dhe jam kënaq që u bëna 20 vjet që jam. Jo, se kjo është e vërtetë. Njëra prej arsyeve që bullizmi lën gjurmë, gdhent tek i bullizuari, domethënë këto anomali, është se ai shpirtnisht është i dopt, edhe atij i mungon besimi në Allahun, edhe i mungon adhurimi që ja mbush shpirtin me energji pozitive, me rezistencë. S'ka i rezistencë, për shembull, morale, që themi na sabër, rezistencë imanore, që themi na qendresë, refuzim i ndikimit negativ, domethënë nuk lejon mu mbush me energji negative. Ai bullizmi e ignoron, edhe bullisti domethënë duket se nuk ekziston ai fare në atë kompleks shkollës hiç. Edhe kjo besimi në Allah dhe adhurimet e mbushim me energji pozitive, plus që tha atje, domethënë ndryshimi i shoqërisë gjithsesi, se njerëzit kanë frikë Zotin, se wailun likulli humazatin lumaza, vaj për gjithë që tallen. Domethënë tallen ndesh me fjalë, ndesh me mimika. Vaj, xhehenemi është dënimi për ata njerëz. Sa mira mu shoqëru me vëllezër musliman. As nuk të kesh se s'ki pare. E vërtetë nuk shoqërohet me ti pse ki pare, pse ki famë, pse ki tesha të bukura, pse domethënë ki kushte të mira, jo. Ai rrin me ty pse ti e beson Allahun, rrin me ty pse ti e fal namazin, rrin me ty pse largohesh pi harameve, rrin me ty pse lexon Kur'an, rrin me ty pse bën dhikr, përmend Allahun, rrin me ty se do thotë mundohesh edhe shumë tjera të mira. Mundohesh më jam mësu dikujt fen. Rrin me ty pse domethënë nuk ja vjedh lapsi, nuk ja vjedh fletorët, edhe nuk ja vjedh çokolladat, atë janë probleme të përditshme që fatkeqësisht ndodhin në mungesë frikës për Zotit. Atë ti vjedh patikat për shembull, atë ti sa i ke blej kur shkon ti kanë vjedh atë. Edhe për atë na gabimin më të madh që bën shoqëria jon, e para është mos respektimi i fesë.